Treni i Kim Jong-un, i trashëguar nga babai i tij Kim Jong-il dhe gjyshi Kim Il-sung, është një përbindësh i blinduar. Çdo vagon është i forcuar me pllaka çeliku antiplumb dhe kundër sabotazh, gjë që e bën jashtëzakonisht të rëndë. Pikërisht për këtë arsye, konvoji udhëton me shpejtësi të ulët, rrallëherë duke kaluar 60 km/h. Megjithatë, ngadalësia kompensohet nga një nivel mbrojtjeje i pakrahasueshëm. Bëhet fjalë për një bunker të vërtet mbi shina, i paprekshëm nga sulmet e armatosura dhe shumë më i vështirë për të goditur se sa një avion. Pas kësaj mburoje, fshihet një ambient që të kujton një suitë presidenciale. Salla konferencash të pajisura me sisteme të komunikimit të koduara, vagona restorante me menu ndërkombëtare, ambiente private me çdo komoditet dhe madje një vagon i dedikuar argëtimit. Burime jugkoreane e kanë përshkruar shpesh konvojin si një pallat në lëvizje, ku udhëheqësi mund të punojë, të pushojë dhe të presë bashkëpunëtor në siguri të plotë. Udhëtimi i liderit koreano-verior është një operacion ushtarak i planifikuar në detaj. Tradicionalisht, lëvizja e tij shoqërohet nga një sistem prej 3 trenash, konvoji i inspektimit që kalon i pari dhe kontrollon linjën hekurudhore. Treni presidencial me Kim Jong-un në bord, treni i mbështetjes i ngarkuar me trup roja, staf teknik dhe materiale të nevojshme. Stacionet mbyllen, komunikimet heshtin dhe mijëra njerëz mobilizohen për të garantuar sigurinë. Treni